Premtojmë këtë ditë të lavdëruar më nder, shëndetje dhe ditë të gjata këtu dhe kudo. Në këtë rast dhe për këtë event të mrekullueshëm që bëhet sot në këtë ditë të bashkimit të gjithë shqiptarëve, të bëjmë këtë lutje. Me emër Zotit, Mëshiruesin, Mëshirbërësin. O Zoti i Madhërisëm, beko këtë tokë dhe këtë popull, beko çdo zemër që kërkon paqe. Dhe unë lutem sot që kudo që ata janë, Zot, në çdo vend që ata ndodhen Perëndi, Zot, më mirë të dali prej tyre, Zot. Bekoj Perëndi qeverinë shqiptare, kryeministrin, bekoj Perëndi çdo qytetar të këtij vendi, Perëndi, dhe lutem sot, Zot, që të kemi Perëndi siç kemi harmoni fetare, Zot, kemi Zot dhe unitet midis njëri tjetrit, Zot. Të lutemi për shqiptarët kudo në botë, për diasporën tonë të çmuar, për ata që kanë lënë ardheun në kërkesën të një jete më të mirë, për të rinjet që ndërtojnë të ardhmen me mund dhe sakrificë. Bekoj këtë tokë Shqipërisë që ka mbajtur ngjirin e saj sheku i bashkëjetese dhe bëjat një shembull për të tjerët, një vend ku dallimet nuk janë arsye për ndarje, por pasuri për bashkim. Ftoj tani klerikët vendas dhe ata të diasporës të bëjnë një lutje për Shqipërinë dhe shqiptarët, si dhe një bekim për flamurin tonë kombëtar. Dostoj Atë Nikozim Preston, peshkopin e kryediocezës së Shqipërisë në Boston. Ftoj Haxhi Baba Dede Edmond Ibrahimaj në lutjen e tij për shqiptarët dhe Shqipërinë. Ftoj Don Kastrioti Drizin nga Bashkësia Katolike në Bruksel, ju lutem. Ftoj Imam Rifat Halilin nga Qendra Islame Shqiptare në New York dhe në New Jersey në lutjen e tyre. I have learned that it is Kam mësuar se to disregard është those who come before jo e zgjuar të mos konsiderosh ata përpara meje. Dhe ndërkohë që bëj këtë lutje, ç'mund të bëj përveç se të lutem me fjalët që Arshipeshkëti ynë Noli ka lënë, të njëjtat fjalë që përsëriten ditën e flamurit përmes kryepeshkopatës në Amerikë. O Zot që bekojnë dhe shëndrojnë, të bekojë flamuritore tona, dhe shpëtojë shtetin tonë dhe popullin tonë nga çdo rrezik dhe shtangice, drejtotojë në udhën e dritës të lisit të përparimit në hijen tonë. Dhe vlerësona në përvuer të kremtojmë këtë ditë të lavdëruar më nder, shëndetje dhe ditë të gjata këtu dhe kudo. Sa ti përndërimi është i roplot e rinërashës, dhe ty dërgojmë lavdi, Ati Birit dhe Shpirtit Shenjtë, tani për herë, një jetë jetëve. Amin. E ti për shqiptarët dhe Shqipërinë dhe një bekim për flamurin tonë kombëtar që na bashkon. Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar krerë të Komitetit Fetare të Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues të Komitetit Fetare, pjesë e Samitit Diasporës, të nderuar miqtë të ftuar, më lejoni që në këtë rast dhe për këtë event të mrekullueshëm që bëhet sot në këtë ditë të bashkimit të gjithë shqiptarëve, të bëjmë këtë lutje. Me emër Zotit, Mëshiruesin, Mëshirbërësin. O Zoti i Madhërisëm, beko këtë tokë dhe këtë popull, beko çdo zemër që kërkon paqe, beko çdo dorë që ndërton mirësi, na udhëheq në rrugën e drejtë, na mëso të duam njëri tjetrin pa dallim dhe na jep urtësi që përmes besimit dhe respektit të ndërtojmë një botë më të drejtë dhe më njerëzore. Në këtë mëngjes bekimesh, le të dalim prej këtu më të bashkuar, më të fortë në shpirt dhe më të përkushtuar ndaj së mirës së përbashkët.
paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit, qofshin mbi të gjithë ne. Bismillah. Allah Allah. Faleminderit. O Zoti i madhërisëm, burimin e dritës dhe mëshirës në emrin tënd të shenjtë, në rrugën e profetit Muhammed dhe të dashurit e tij Hazret Aliut, ne përulemi me zemër të pastër para Teje. O Zoti i madh, mbush zemrat tona me paqe, ndriço mendjen tonë me urtësi dhe na udhëheq në rrugën e drejtë të dashurisë dhe të së vërtetës. Bëj që ndër ne të mos ketë përçarje, por mirëkuptim dhe respekt ndërsjellë. Forcof harmoninë ndërfetare, që çdo besimtar shoh tjetrin si vëlla e motor dhe çdo zemër të rrahë në emër të paqes. O Zot, beko këtë tokë dhe gjithë njerëzimin, largoje urrëtitjen, smirën dhe ndarjen dhe mbill në shpirtin ton farën e dashurisë të pastër. Na mëso të jemi të duruar, të drejtë dhe të mëshirshëm, që përmes veprave tona të ndërtojmë ura e jo mure. Hak Muhammed Ali, na bashkoh në sofrën e vllazërisë, na bëj shërbëtor të paqes dhe të njerëzimit. Na prano këtë lutje si dëshmi të besimit ton. Allah Allah. Zoti na bekoft gjithëve, na bekoft Shqipërinë dhe flamurin ton të mrekullueshëm. Qofshi dritë e Zotit na bekoft gjithëve. Amin. Faleminderit Baba Mondi. Është radha tani e Erion Sylarit, Zotit Erion Sylari nga Vllazëria Vëmgjillore. I nderuar Zoti Kryeministër, nderuar Zoti Ministër, vëllezër të Komiteteve Fetare, le të bëjmë lutje të falenderojmë Perëndin për këtë mundësi që ne kemi sot së bashku për të mbledhur. O Ati Shenjtë, të falenderojmë Ty që ne ke krijuar të gjithëve. Ne dim që Bibla është një libër i mësuar dhe është i frymëzuar nga emigrimi. Ne besojmë që vetë Krishti, Zot, erdhi nga qielli në tokë për të sjellë një ndryshim Perëndi, Zot. Dhe unë të falenderoj që vdekja dhe kryqëzimi i Tij, Zot, na solli ne Perëndi një atmosferë të re. Dhe unë lutem sot për çdo person që është në diasporë, për çdo person Perëndi që përmes presionit ka dhënë më të mirë nga jeta e tij. Faleminderit, Zot, që pyetjet e jetës së tij, kush jam unë dhe pse jam këtu në tokë, Ti Perëndi ke lejuar që ai të japi më të mirën. Dhe unë lutem sot që kudo që ata janë, Zot, në çdo vend që ata ndodhen Perëndi, Zot, më mira të dali prej tyre, Zot. Bekoj Perëndi qeverinë shqiptare, kryeministrin, bekoj Perëndi çdo qytetar të këtij vendi Perëndi dhe lutem sot, Zot, që të kemi Perëndi siç kemi harmoni fetare, Zot, kemi Zot dhe unitet midis njëri tjetrit, Zot, sepse Shqipëria nuk është askujt, por është e jona, Zot. Ky vend Perëndi takon Ty, Zot. Dhe në himnin kombëtar kur thuhet ky komb është krijuar nga Zoti, ne të falenderojmë Ty, Zot, që ky komb nuk do shkatërrohet asnjëherë, Zot, por do jetojë, Zot, sepse Ti ka thënë Perëndi nga qielli. Bekoj shqiptarët kudo që janë, Zot. Dhe jepi Perëndi, Zoti im, urtësi, mençuri dhe forcë që të kalojnë çdo sfidë që kanë në jetën e tyre. U lutem në emrin e Jezusit dhe them amen. Amen. Faleminderit. Do ftoj tani Don Kastrioti Drizin nga Bashkësia Katolike në Bruksel, në Belgjik, në një lutje të tij për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe një bekim për flamurin ton kombëtar. O hy gjithë pushtetshëm dhe amshuar, me përvojtëri dhe shpresë të drejtohemi Ty për vendin tonë, Shqipërinë. Bekoje flamurin. Dhe për çdo familje dhe për çdo qytetar që jeton, punon dhe ndërton të ardhmen me ndershmëri. Të lutemi për shqiptarët kudo në botë, për diasporën tonë të çmuar, për ata që kanë lënë atdheun në kërkesën të një jete më të mirë, për të rinjet që ndërtojnë të ardhmen me mund dhe sakrificë, për prindrit që mbajnë gjallë lidhjet me rënjet dhe për të moshuarit që ruajnë besimin dhe identitetin. Bëj që kudo që janë, të mos humbasin shpresën, të ruajnë dashurinë për njëri tjetrin dhe të ndihen të mbrojtur e në paqe. Udhëheq o Zot, mendjet dhe zemrat e atyre që mbajnë përgjegjësi publike, që vendimet e tyre të jenë në shërbim të së mirës së përbashkët, të drejtësisë, paqes dhe dinjitetit njerëzor. Të lutemi për Evropën, që të jetë hapësirë bashkëpunimi, sigurie dhe solidariteti, ku respektohet çdo njeri dhe ku ndërtohet paqja mbi drejtësi. Ndriço zemrat që të mbizotrojnë mirëkuptimi,
mikpritja dhe përgjegjësia ndaj njëri tjetrit. Se fundemi të lutemi për mbar botën, që kombet të ecin drejt përparimit me drejtësi, që paqja të rritet në zemrat e njerëzve dhe të gjithë të kujdesemi me përgjegjësi për botën që na është besuar. Me ndërmjetësinë e Zojës së Këshillit të Mirë, që është pajtorja e popullit shqiptar, me ndërmjetësinë e Zojës së Letnicës, ku Nën Tereza ka fitu thirrjen dhe ka fillu udhëtimin për misione, me ndërmjetësinë e Shenjtë Ndodhë dhe Kishës së Laçit, lutu për ne. Amen. Amen. Faleminderit. Tani është Imam Rifat Halili nga Qendra Islame Shqiptare në New York dhe New Jersey. Zot, pranoj lutjet tona. O Zot i gjithësisë, krijesi i qiellit dhe i tokës, burimi i paqes dhe i mëshirës, në ngrem duart tona në këtë tubim të bekuar në këtë vend ku vëllezër të besimeve të ndryshme janë mbledhur, jo për të ndarë, por për të bashkuar, jo për të përjashtuar, por për të qafuar njëri tjetrin në afirmim të dinjitetit që ti vetë na e ka dhënë i madhi Zot. Bëko këtë mbledhje o Zot dhe bëj atë një burim të dritës, të urtësisë dhe të mirëkuptimit. Bëkoj këtë tokë Shqipërisë që ka mbajtur ngjirin e saj sheku i bashkëjetese dhe bëj atë një shembull për të tjerët, një vend ku dallimet nuk janë arsye për ndarje, por pasuri për bashkim. Bekoje popullin shqiptar kudo që ndodhet, vendindje në mërgim, jepi atyre begati, qëndrueshmëri dhe një zemër që nuk harron rrënjët e veta. Bekoje o Zot vendet që na kanë mirëpritur kur u larguam nga shtëpitë tona, qoftë të persekutuar politikisht nga diktatura, të përndjekur si shqiptar, apo në kërkim të mundësive më të mira për familjet tona. O Zot, forcoj lidhjet ndërmjet komuniteteve fetare. Bëj ato ura që lidhin zemrat dhe jo mure që ndajnë njerëzit. Jep udhëheqësve tanë shpirtëror urtësi dhe përullësi, që të udhëheqin me drejtësi dhe përkushtim. O Zot, beko udhëheqësit politik shqiptarve. Jep ju atyre udhëzimin dhe ndihmën tënde për të realizuar përgjegjësitë e tyre, që të shërbejnë çdo njeri, çdo familje, çdo pensionist, çdo të ri dhe çdo shtresë shoqërisë me drejtësi e barazi. Mos lejo që pushteti të bëhet barë për popullin, por emanet për ta mbrojtur dhe ngritur atë. Ruaje këtë vend o Zot dhe mbroje nga çdo e keqe. Mbroj forcat tona të armatosura dhe mos lejo kur që ato të bëhen shtypse, por forcoj që të mbeten gjithmonë shpërbim të mbrojtjes të dheut dhe drejtësisë e paqes. O Zot, ne të lutemi për baban që sonte nuk e di se të siguroj bukën e familjes tij, për nënën e cila ka shqetësim fëmijën e saj. Të lutemi për të rinjt, për të smurët dhe për të gjithë ata të cilët jetojnë tokën shqiptare. I madhi Zot, bekoj, jep ju forcë dhe jep u dritën e mirësisë e të begatisë. O Zot, ne qëndrojmë sot mbi sakrificën e atyre që erdhën para nesh. Kujtojmë me nderim imamët, priftrin, baballarët shpirtëror që u dërgjën në përburgjet e komunizmit për ta mbajtur gjallë besimin dhe dinjitetin njerëzor. Kujtojmë sakrificën e të rinjeve që luftuan për lirinë e Kosovës në radhët të ushtrisë shlimtare. Kërkojmë drejtësi për ata që sot janë të burgosur në udhëheqjen e saj dhe lutemi për drejtësi për të ranët tonë. Ne kujtojmë o Zot se kemi ndërtuar jetën tonë mbi rrënojat e xhamive, kishave dhe teqeve të shkatruara nga diktatura. Na jep forcë o Zot që vetëm t'i rindërtojmë ata me tulla, por edhe zemrat tona me besim, respektim dhe përkushtim. O Zot, mbill në zemrat tona dashuri, drejtësi dhe mëshirë. Na bëj njerëz që nuk harrojnë, por që falin, që nuk përçajnë, por bashkojnë, që nuk dorëzohen, por ndërtojnë. Pranoj lutjet tona, o Zot, dhe bëja ato dritë në rrugën tonë, në emrin tënd të udhëhequr nga drita e fesë e nga tradita profetike, nga mëshira jote kërkojmë i madhi Zot, bekoje Shqipërinë, bekoj shqiptarët dhe na bashko gjithmonë në bamirësi. Amin. Do ju lutem të qëndrojmë në këmbë në nderim të daljes së flamurit.
Shqipërisë.